Ku jemi në studio, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit të UTA për të folur, mund të them që gjatë javës kam bisedën më të rëndësishme për të zhvilluar sot, sepse do të flasim për një sesion shkencor i cili është shumë mirë që po realizohet, edhe besoj se sesionet të tilla shkencore duhet realizohen edhe shumë në komunën e Ulqinit. Në këtë rast bëhet fjalë për anën e malit nga lashësia deri sot. Por para se të dalim të kjo, do të flasim për një 20 vjetor të themelimit të shoqatës Ora, me në krye le të themi një aktivitet i cili ka ngjallur zonën e anës së malit, siç është pranvera në anë të malit. Me shumë kënaqësi ju prezantoj Gazmend Kovaçin, mirë se më vjen në studio, antar i shoqatës Ora, ideator, themelues, le të themi bashkëorganizator në shumë aktivitete të shoqatës Ora, por një njohës i mirë i historisë dhe kulturës së anës së malit. Përshëndetje, Gazmend. Përshëndetje. Nëse ja nisim nga shoqata Ora dhe nga ajo që le të themi, ndoshta jo të gjithë e njohin shoqatën Ora, por pranverën e anë të malit padyshim që e njohin, qofshim ato të cilët jetojnë brenda qytetit, në rrethina apo edhe më larg, edhe në Shkodër e në vende të tjera. Pranvera në anë të malit si një kryefjalë e shoqatës Ora, si një nga organizimet i cili ka lënë gjurmë, a mund të themi që nga piknisja, nga fillimi, nga organizimi i parë, nga manifestimi i parë, e sot janë arritur Gazmend ato synimet edhe qëllimet e shoqatës? Çfarë është bërë? Si ka nisur edhe si është zhvilluar? Aq janë kapacitetet dhe kuadrot administrative dhe shoqatës është bërë, do thot shumë, sepse duhet të themi se cili mund të jetë arritjet me të mirat mundshme. Po. Atëherë nëse shohim një pjesë të statutit i cili ka të bëjë me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, me avancimin e arsimit, avancimin e turizmit, edhe mbrojtjen e natyrës në përgjithësi, atëherë është arritur pjesa e promovimit edhe përpjekjet për ta shijuar dhe për ta njohur edhe për të pas qasje në konkretisht në vlerën që ka lokaliteti arkeologjik i Shasit edhe ambienti i një prej zonave shumë atraktive të Ulqinit, që është ana e malit, dhe është niveli i prezantimit. Në nivelin e prezantimit edhe promovimit është bërë shumë. Pastaj, për aspektin e administrimit dhe menaxhimit të trashëgimisë, është një punë që duhet të vazhdohet edhe është bërë shumë pak. Tani, me pranverën e anë të malit edhe me qytetin e lashtë të Shasit, le të themi ka filluar dhe njohja më shumë. Ndjes nëse ka bëj këtu, por ndoshta nuk kanë qenë të gjithë ata edhe të rinjt, sepse edhe vetë fillesat le të themi të shoqatës Ora kanë qenë të rinjt ata që ja kanë nisur. Ka qenë le të themi entuziazmi i të rinjve për të kthyer vëmendjen posaçërisht për mendimin tim tek Shasi dhe tek qyteti i lashtë i Shasit. Në ato çfarë kujton, ka pasur le të themi njerëz të cilët për herë të parë kanë vizituar Shasin, po edhe ana malas qofshin, po edhe nga qyteti brenda qofshin. Ka ndikuar në këtë? Padyshim. Për promovim thash. Për promovim është bërë punë e madhe shumë, edhe për promovimin e lokalitetit arkeologjik të Shasit si pjesë integrale e vlerave kulturore dhe turistike të qytetit të Ulqinit, padyshim se është me shifër të saktë që 97% e gjithë pjesëmarrësve kanë qenë për herë të parë nga viti 2005. Dhe kjo është një vlerë e madhe dhe një punë e madhe që ka arritë shoqata Ora në aspektin e promovimit. Dhe lokaliteti arkeologjik i Shasit padyshim se ka një histori, si gjithë historia e trashëgimisë kulturore dhe natyrore e jona, duke pas parasysh se vim pi periudhave shumë të vështira, edhe Ulqini ka kalu periudha shumë të vështira. Periudha e thëmë me korrektësi dhe përgjegjësi të madhe, periudhat plota diskriminuese, po jo kështu si fjalë diskriminuese, jo si
rutinë që e kemi bërë ne ta themi diskriminuese pa e definu se në cilë rrafshe kam çështjen e diskriminimit. Ka qenë platformë sistematike që secili banor i qytetit Tulqinit, do të thotë i komunës Tulqinit, të mos ketë qasjen trashëgimin e tij kulturore. Dhe periudha nuk e di tani si mund ta kapim, cila do të ishte më mirë definimi i periudhës që do ta kapim, po në qoftë se themi 50 vite, 50 vite me të vërtet sistematike që të mos kemi qasjen e trashëgimit tonë kulturore. Po që se themi tani 60 vite asqe kemi pasur mundësit, kemi fatin të merremi me trashëgimin tonë kulturor dhe njohjen e trashëgimisë kulturore. Në qoftë se themi tani 80 vite, e njëjta situatë, në qoftë se themi 120 vite, edhe me vështirësi, edhe asnjë lloj mundësie për pasqasjen e trashëgimin edhe njohjen tonë kulturore, dhe në qoftë se shkojmë tani para 300 viteve, dhe tani duhet të ecim edhe me tutje, sepse kur flasim për trashëgimin kulturor dhe vlerat natyrore, atëherë duhet ta njohim plot. Edhe cili është fati i familjeve tona dhe njerëzve tonë, cili ka qenë fati i familjeve tona dhe njerëzve tonë për ta njohur këtë. Atë le të shkojmë edhe para 300 viteve, edhe para 500 viteve, edhe para 1000 viteve, edhe para luftës së madhe, do të thotë agresionit të madh që është bërë mi truallin tonë, para rreth 2237 viteve, do të thotë viti 167 kur bëhet do të thotë lufta e madhe e mbretit të fundit i Lirgentit, por që fillon nga mbreti i Mallagroni dhe që në atë kohë do të thotë trolli jon, familjet tona, qytetërimi jon, kultura jon mobilizohet për luftë dhe nga ajo kohë pastaj është vetëm çështje ekzistence për të kriju paqe, për të kriju dignitetin ton, edhe ajo që është për ta kuptuar tani aty ku nisa bisedën që diskriminim për të mos njohur trashëgimin ton ose për mos pasur mundësi për të njohur trashëgimin ton, i bie që nga këto vite të hershme i bie që problem për të shkruar gjuhën tonë. Bile sot jemi në një situatë të tillë që unë për shembull nëse duhet ta bëj një balancë tani për arkive administrative që punoj, edhe bëhet edhe sot debat, a mund ta shkruajmë në gjuhën shqipe? Çfarë na ndalon ta shkruajmë në gjuhën shqipe? Tani, nëse më bëre një, le të themi, më ktheve... Se është trashëgimi, edhe gjuha është trashëgimi. Edhe për këtë flasim për sesione, për kulturë. Më ktheve pas në kohë, edhe unë duhet të ndalim të ky 50 vjeçari i fundit. Kur më the që nuk kemi pasur qasjen, nuk kemi pasur atë që ta njohim edhe të di më shumë mbi trashëgimin tonë. Pse në këto 50 vite, kur ne mendojmë që po jetojmë në një demokraci, jemi të lirë, mund të veprojmë, le të themi, padyshim në suazat e ligjit edhe çdo gjë në rregull, por pse në këto 50 vite nuk është bërë diçka? Pse e kemi pasur kaq të vështirë? Ka qenë shumë e vështirë sepse është merit e komplet popullsisë vende, se dihet do të thotë përpjekja e Ulqinit dhe vetë ulqinakëve do të thotë që të jetë gjimnazi në gjuhën shqipe. Në vitin 68 vetë ulqinakët është dashur dalin për shembull në reagim demonstrativ, demonstrat hapur për gjuhën shqipe, do të thotë janë demonstratat e vitit 1968. Në 68 është dashur të bëhen përpjekje për të hapur shkollën në gjuhën shqipe që e kemi gjimnazin. E njëjta situatë gjithë popullsia e komunës Ulqinit që është quar në këtë formë, kraja, Tuzi, e gjithë pastaj populli jonë kudo që ka jetuar në këtë administratë dhe janë përpjekjet e vitit 1968 për të fituar drejtën që gjimnazit flasin në gjuhën shqipe. Shkojmë të shkollohemi në gjuhën shqipe. Nga 68 pastaj janë këto ndryshimet kushtetuese që janë bërë edhe në 74, pastaj është krijuar një mundësi e marrjes frymë në gjuhën shqipe, do të thotë me legjislacionin e vitit 1974, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme se trashëgimia kulturore për të promovuar, për të valorizuar është koncept ligjor se sa kemi ne mundësi të ta shijojmë, ta njohim edhe të flasim për të.
nga kushtetuta ligjit do të thotë se pse edhe sot që thashë kur bëjmë një shkresë administrative, kudo që e bëjmë në administratë, do të thotë pyesim a mund ta bëjmë në gjuhën shqipe, është çështje legjislative. Dhe trashëgimia mbrohet pastaj me çështje legjislative se nuk mund ta lajmë në përpjekjen e njeriut apo sa ka vullnet, kohë dhe mundësi mu ballafaqu pastaj individi me këtë punë, duhet jetë rregulluar dhe definuar. Vjen problemi i vitit 1981. Gjithë intelektualet tonë janë burgosur në vitin 1981. Familjet tona kanë larguar librat në gjuhën shqipe prej shtëpiave tyre. 1981 njerëzit tonë kanë mbajtur një libra nga shtëpiat dhe problem ku t'i çojnë sepse edhe po të kenë pasi jetu i çu diku, pastaj edhe aty ka qenë probleme dhe ku mi çu. Edhe është një çështje shumë e rëndësishme që të bëhen edhe dokumentime, dokumentar se i kemi njerëz të gjallë që me pështjellë dhe me më kap libra të shtëpi, me familje dhe më organizu që natën, ose pa i pa dhe vetë familja që mos, sepse sigurimi edhe fëmijët mos flasin në rrugë që të bëhet edhe vetë, ose janë futur në dhe, ose janë djek, ose janë msheh me shpresën se i ditë do të kthehen, edhe ka dëshmitar okular që flasin se s'kan mujtur ti shkojnë e ti marrën sepse janë prish nga koha, apo kemi dëshmitar okular që akoma janë në përzyret e sigurimit shtetit e policisë, që ju kanë konfiskuar dhe kanë bërë. Dhe një dhunë e tillë pastaj ka krijuar edhe shqetësimin se a mund të shkruajmë në gjuhën shqipe apo nuk mund të shkruhet në gjuhën shqipe. Dhe ajo që tani është se përse do të thotë kushtetuta viteve 90 dhe kushtetuta bashkëkohore e ka gjuhën shqipe gjuhë zyrtare. Do thotë neni 13 duket i kushtetutën duket është që thotë se gjuha në përdorim zyrtar në Malin e Zi është gjuha shqipe, por çka ndodh? Interpretimi tani. Unë kam pas raste edhe në administratë kudo në nivele shtetërore, por edhe lokale, por po flasim për nivelin lokal. A ka mundësi që të bëhet në dy gjuha apo në gjuhën shqipe, por nuk është thot me ligj, sepse për kushtetues rrjedh pastaj ligji konkret për përdorimin e gjuhës shqipe. Edhe aty figuron në përdorim zyrtar. Edhe pastaj interpretimi bëhet edhe në këtë formë që i shmanget sepse është në përdorim zyrtar, a kupton, po jo se është obligim, po ka pas raste që thon, po nëse është përdorim zyrtar atë pse se përdorim. Se ishte interpretimi. E vërtet. Në këto 20 vite, kur flasim për ruajtjen identitetit, kulturës, ka pasur emra të shquar të cilat janë gjitur në skenë nga aktivitetet që janë organizuar me pranverën anë të malit. Artistë të njohur nga Shqipëria, për tyre tashmë dhe janë të ndjerë, ato të cilat kanë shpallur emocionet e tyre dhe artin e tyre. Si ka qenë ai ballafaqimi i parë me këta artistë të mëdhenj për të ardhur në një vend të vogël siç është Ulqimi edhe Anam? Atë në mënyrë shpejt sepse nuk kam pas rastësi herën ta tregoj çështjen e ardhjes së apologjisë së Sokratit, edhe unë kam bërë takimin me Sokratin në Tiranë dhe ka qenë do thotë një takim që i bën edhe përpara disa herë, por i fundit që kam shkuar në takim me të për ta bindë marrësh as kam qenë unë. Edhe pyetja e tij ka qenë si të vim një katun në një fshat në jena të teatrit kombëtar i Tiranës, shfaqja ishte jap në Festivali në Egjiptit, ka fitu Palmën e Artë, festivali është shfaqur në Paris, apologjia e Sokratit është shfaqur në zyren e Kombeve të Bashkuara në komplet në zyrat administrative të Kombeve të Bashkuara në Evropë dhe është bën një lloj kështu debatit pastaj se si është tashti në një katon me nap shfaqje dhe unë ula me Mirush Kabashin edhe kena nej në qendër të Tiranës në kafen Tajvan edhe isha për Ballti dhe mora një letër edhe vizatova këtë ambientin e shasit edhe idenë për skenë, por ishte pas skenë atë kohë. Kur e pas skenën, Gasmen tha, a ishte mundur, tha se mund t'jetë në këtë formë dhe mund të realizohen këto kushte. Unë i thash Mirush, pelëm kështu, jo me ardhë, edhe shihne, edhe ta shohim se a ja vlen apo nuk ja vlen, edhe i tha që Sokrati vetë ka qenë i denu me vdekje prej gjykatës së Athinës, edhe Athinasit e vrasin Sokratin, do thë sepse bota intelektuale ka qenë gjithmonë e përsekutuar dhe vetë Athina me gjykatë zyrtare e denon me vdekje Sokratin, i thojnë shokët e mi që ta ratiset nga Athina, po thot jo, në qoftë se ky është verdikti i kësaj administrate,
le të bëhet gjyqi i madh i fundit edhe të gjykohet se kush ka qenë gabim, sepse po që s'e pështojmë besin pa dënuar edhe këta, dhe një ditë duhet me vdek thotë edhe pranon me vullnetin e tij që te ligjit e veproj, edhe gjykata marr vendim që të dënohet me vdekje edhe vritet me Sokrati, edhe mendohet se është, ose mund të themi se është martiri i parë i botës intelektuale. Se kemi edhe ne për shembull i vrarë Fehmi Agani, vrarë intelektual të mëdhenj, do thotë njerëz profesora që kanë ligjëruar në universitetet e botës, edhe një pushtet agresiv i vret. Sokrati, për dëshmive historike, merret në hapësirën tonë i parë intelektual i vrarë nga dhuna pushtetit. Edhe i thamë, Mirush i thamë, po edhe Sokrati i thamë, besaj, nuk e di sa metër katror ka pas sheshi qendror i Athinës, apo vetë Athina si qytet, po ndoshta ka lëvizi thosh edhe në për Katon, ose ishte i lem edhe në Katon, da kupton. Edhe për teatrin i thamë, edhe teatri mundet me dalë i shfaqur në zona tjera. Edhe kur e pa vizatimin, do thotë skencë, tha, gazmen tha dona me ardha dhe me e shfaq. Edhe kur ka ardha ka jap intervistën, pastaj tha kështu, mentaliteti jonë, tha, i gabum, tha, i qendrave urbane, tha, i që teatri vetëm qendër urbane, tha, më ka hezitu marrë këto, por është shumë e rëndësishme në lokaliteti arkeologjik i Shasit, është një vlerë shumë e madhe, do të thotë, si kulturë dhe si trashëgimi, ambienti shumë i mirë, edhe ka rendit pastaj në gjithë agjenden e shfaqjeve që e ka jap qendrave të mëdha, ka hyrë në këtë agjende dhe është regjistruar në shfaqjet, në historikun e shfaqjes se ku është vënë edhe lokaliteti arkeologjik i Shasit. Sot projektet IPA Dafina janë duke punu për mbrojtjen e natyrës, ambientit, trashëgimisë kulturore, edhe me projekte IPA sot është obligative organizimi i aktiviteteve në natyrën rreth, sepse Ulqini realisht është i gjithë potenciali natyror që ka. Edhe qendra urbane, sepse çdo hapësirë e pasur ka kriju një qendër urbane. Pasuria e Valdanosit, pasuria e liçenit e Ulqinit, Zogajve, pasuria e gjithë plazhit të madh, pasuria e liçenit të Shasit, pasuria e fushës së Bunes, gjithë kjo hapësirë krijon një qendër urbane, sepse vetë fuqia është e gjithë kjo zonë. Edhe Bashkimi Evropian tash e ka theksin këtu që të mund të krijohet kushtetuta e Kroacisë, bile ka tani qyteti, ka hek termin komun, sepse vetë natyra është vetë qendra urbane. E njëjtë është edhe në Shkodër tani, edhe këto projektet cross border që janë, të thotë, është një prej valorizimit tyre. Atë që thashun që me vite nuk kemi pasur fatin të njohim trashëgimin kulturore, edhe natyrore tonën, ka qenë planifikim për të varfëru ekonomikisht, por të varfëru edhe shpirtisht edhe në mendjet tona idenë për vendin ku jetojmë. Në qoftë se nuk e njohim vendin ku jetojmë, atëherë jemi të kufizuar. Për të njohur vendin ku jetojmë edhe për të mos qenë më të kufizuar, shoqatore, le të themi pranvera në anë të malit, filloi pak të lëviz. Sa vite është mbajtur në fillim në Shas pranvera në anë të malit? Është mbajtur në vitin, kështu do të thotë në vitin vetëm. Kur kemi filluar të lëvizim, këtu duhet dalë? Që nga kështu. Manifestimi pranvera në anë të malit ka pasur një debat mjaft shqishishat ose si këshill organizativ drejtues. Në fillim ka qenë këshilli organizativ drejtues për organizimin e pranverës në anë të malit. Shumë interesante, sepse debati që ka qenë, do thotë, për 19 themeluesme është diskutuar. Do thotë janë 19 themelues. Po, 19 themelues jemi, po. Është diskutuar se ku mund të jetë ambienti për organizim, edhe kuptohet, për momentit parë, do thotë, lokaliteti arkeologjik i Shasit, do thotë, ka qenë pikë referimit, por nuk ishte infrastrukturë. Po. Edhe është punu shumë që Shasit vihet, theksit e Shasit edhe të krijohet infrastruktura për Shas. Vizioni që është vendosur për organizimin e një manifestimi të tillë është që komplet atë që bisedën që ja kam pas edhe me Mirushin e ndjer, respekt dhe vlerësim të madh për atë personalitet. Vizioni ka qenë që çdo zonë atraktive e qytetit të Ulqinit të ketë një manifestim, sepse është me normë standard që mbrojtja e trashëgimisë kulturore kërkon një aktivitet kulturor.
Nëse duhet të mbrojmë qytetin e vjetër të Tushinit, duhet kemi aktivitet kulturor dedikuar për të, sepse ndikon në promovimin, në mirëmbajtjen, në organizimin që të sistemohen ambientet, të pastrohen ambientet, edhe të njihet sa më tepër. Nëse duhet të mbajmë plazhin e vogël, në plazh të vogël në Ranë duhet të ketë një aktivitet kulturor dedikuar pjesës së Ranës. Ai aktivitet kulturor pastaj cakton vlerat, njohjen e atij ambienti gjim, mrekullueshëm, të thotë i rrallë në mesdhe. Pa një aktivitet kulturor që i dedikohet eksakt Ranës, trashëgimia kulturore thotë duke kryer detyrën e mbrojtjes së valorizimit. E njëjtë është pjesa shkembore, Valdanosi duhet të ketë një aktivitet kulturor për udhit, në rrugë i dedikuar për udhit. Plazha e madhe njëjtë, liçeni i Zogajve njëjtë, hapësira e Gjelbert e komplet fushës edhe agrumeve, pemtarisë, e çdo gjë që kemi duhet të ketë një aktivitet. Vetëm një pyetje duhet të kuptim. Po. Nëse nuk do të ishte një iniciativë disa të rinjve që të bëhet një aktivitet i tillë në Shasin për momentin, a do ta bënin institucionet? Siç po mungojnë aktivitetet të tilla në vende të tjera? Sot vetëm projekte tipa të Bashkimit Evropian është duke na edukuar këtë aspekt, edhe do të kishte ndodhur në vitin 2025 prej platformës së Bashkimit Evropian, e cila thot që duhet kemi aktivitete dhe vetëm kanë filluar aktivitetet në këtë logjikë që po them 2025-ën. Por 2025-ën, jo në 2005-ën. Por 2005-ën, thash, ka pas mendime që e shek është në një mal, në një, do të thotë, janë çuditur me vërtet njerëzit, por sikur të mos ishte ky aktivitet, me të vërtetë se do të kishte filluar në 2005-ën. Në 2004 në fakt aktiviteti i parë në pranverën e malit, dhe prej fillimit ka qenë ky koncept që komplet pastaj pika zona e panoramës madhe që është Kravari dhe Shtekvasha, pika madhe që është zona e Millës, lokaliteti arkeologjik që është Shasi, liçeni i Shasit, lumi Bund ketë pranverën e malit të organizojë aktivitete në këto pika. Edhe është bërë pastaj në vitin 2004, në 2005 në Shas, pastaj 2006 kemi lëvizur në Kravar, pastaj për çështjet problematikave që na kanë shoqëruar pastaj për mbrojtjen e lokalitetit arkeologjik Shasit, s'kemi mundur të lëvizim, sepse është dashur të merremi me intensitet lartë pastaj për vetë problematikat e politikave agresore ose politikave do të thotë që edhe u ringjallën në fillimin e këtyre lëvizjeve dhe aktiviteteve. Në fakt problemi ka ndodhur në vitin 2000-2002, edhe një prej motiveve për me shku Shas kanë qenë problemet që kanë ndodhur para se të kemi aktivitetin. Edhe është kjo e dokumentuar dhe shkruar se si kanë qenë problemet e tilla agresive, do të thotë, sepse kemi edhe në zona tjera, do të thotë kanë filluar në një zonë shumë më të gjatë komplet ku jetojmë, do të thotë shumë përpara se me fillu, do të thotë, organizimet, edhe kjo ka qenë një lloj platformet për ta valorizuar dhe për ta trajtuar. 2004 ka qenë në Shas, 2005 ka qenë në Shas, 2006 pastaj kemi vazhdu pastaj me platformën që thashë çdo pikë pastaj të ketë organizimin e vet. Kemi arritur ta bëjmë në Kravar vetëm një vit, edhe pastaj nuk kemi mundur të lëvizim pastaj se platforma ka qenë që të shkojmë edhe në zonën e Millës, pastaj ajo që është e rëndësishme është në liçen brenda në Shas, gara ujore, kemi lundra tradicionale, lundrimin tradicional, ideja që e kam do të thotë që të propozume edhe të trajtume me kohë, do të thotë që me rënë kështu si mendim, lundrimi tradicional me barka dhe me rrem të bëhen gara tradicionale në distanca të shkurta, edhe të bëhet lundrimi me vela siç ka qenë në liçenin e Shasit edhe në Bunë, edhe komplet edhe në zonën e Ulqinit, si thashë edhe për plazhin e vogël apo për gjirin e Valdanosit. Këto dyja kanë ngel, do të thotë, lumi Buna pa një aktivitet, sidomos vau i Shtodrit, do të thotë është një edhe zalli i boreve, por edhe rana Fraskanjelit, në fakt është shumë interesante, se rana Fraskanjelit është e njëjtë strukturë me ranën e plazhit vogël, sepse nga lumi Buna është kriju kjo strukturë e ranës që është, por ndryshimi është se atje nuk ka krip. Edhe tash, zalli i boreve, domethënë që është komplet një gjime ranë me të sasi me trash, por
zalli ose rana e Fraskanjerit është shumë gjë i bukur, edhe vau i Shtodit ku dhe Jonala njihet. Jonala njihet do të thotë në vitet 45-46, sepse maunet në atë periudhë kanë ardhur për shkak të thellësisë deri në varrin e Shtodrit dhe pastaj kanë shkuar me lundra më të vogël për Shkodrët. Edhe në atë varr mundet më organizu një aktivitet shumë i mirë me varka, do të thotë edhe promovime librash apo mbrëmje poezijet apo për ta njohur këtë, edhe liçeni i Shasit. Edhe këto kanë ngelur pastaj pa lëviz, kemi bo 2 lëvizje, po s'kemi mutur si rezultat i presionit që kemi pasur pastaj për lokalitetin arkeologjik Qasit. Kjo mbetet që të bëhet. Statuti shoqatësore ka që komplet në trevat e Malit Zi, ku kemi trashëgimi kulturore të lëvizit, sepse ideja është pastaj që të lëvizet edhe në zonat e tjera, do thotë, po ta marrë pastaj liçeni i Shkodrës, komplet bregu i Krajës, komplet Kraja, komplet Tuzi, Plava, Gusinja, Rozhaja, me Rrugoven, edhe komplet në bashkëpunime duhet ketë për secilin pikë pastaj aktivitete kulturore, sepse në statutin e shoqatësore është komplet trashëgimia kulturore e treve shqiptare që jetojmë në Maltezi, por që nuk kemi mundur të arrijmë televizin më tepër. Sa shumë gjëra kemi. Sa vend i vogël jemi, sa shumë thesare kemi. Tani në këtë kohën moderne, ta them kështu. A është më vështirë të ruhet trashëgimia, edhe a ka entuziazmin ndoshta e juaj që e keni filluar, ju 19 të rinjt atje. A është ke entuziazm të rinjt sot? Obligimi i njeriut është çdo ditë jetës tij të jetë i koncentruar për të kryer punën e tij. Shumë pyetje e bukur, entuziazmi, po unë mendoj që në mënyrë etike njeriu duhet punoj çdo herë me të njëjtën përgjegjësi. Edhe nuk kemi nevojë të mendojmë që kam qenë shumë i motivuar një periudhë, shumë energjik një periudhë, tani jam i pa motivuar, apo nuk e kemi energjinë e duhur. Ne duhet jemi si në ditën e parë kur e fillojmë punën, deri në një ditë që me të vërtet mosha do të na thoj pastaj që nuk kam mundësinë fizike, po edhe në atë kohë është mirë të shkruajmë 2 gjana ose të krijojmë një libër për trashëgimi kulturor apo për vendin apo për këtë. E kemi obligim të punojmë çdo ditë me të njëjtën intensitet. As nuk kemi nevojë që të themi që kam qenë i motivuar, tani nuk jam i mbituar. Është mirë që e të edukojmë veten, që çdo herë ta marrim me seriozitet punën. Teprimet nuk janë të mira, as kështu plogështit nuk janë të mira, duhet kemi atë mesatarin etike gjithmonë që të punojmë me të njëjtën intensitet, me të njëjtin përkushtim, edhe të mos mërzitemi. Kemi shumë probleme, kemi shumë ballafaqime, kemi edhe keqkuptime, kemi edhe pamundësi, por duhet jemi gjithmonë të vetëdijshëm që atë punë që duhet ta bëjmë, duhet ta kryejmë. Dhe vazhdimi për të punuar është një obligim që duhet të çohemi në mes edhe të punojmë për këtë, sepse është e para dhe e fundit nevojë, sepse jemi vend turistik, jemi vend që duhet të punojmë si çdo vend tjetër. Atë çfarë ta bëjmë për personalen është dakord. Mund të çohemi dhe të punojmë edhe për personalin, por nëse jemi zyrtarë dhe nëse jemi pastaj që bëjmë punë publike, atëherë kjo është detyra jonë që ta bëjmë me të njëjtin vullnet çdo ditë. Është ruajtur edhe vallja, është ruajtur edhe kënga, janë ruajtur lojra tradicionale, ushqime tradicionale. Mund të themi ka pasur nga gjitha gërshëtimet së bashku në aktivitetet edhe në këto manifestimet e pranverës në anë të Malit. Të gjitha së bashku, jo vetëm le të themi ajo çfarë ne folëm për gjë më të rëndësishme deri tani, por edhe ushqimet edhe muzika dhe vallja. Është ruajtur apo jo, është kthyer edhe një herë le të themi. Ka ngjallur edhe një herë, unë di edhe vetë, kam qenë shumë e vogël kur kam qenë pjesë e folklorit edhe kemi sjell vallet në pranverën në anë të Malit. Ndoshta nëse do të kishte munguar ky aktivitet, edhe ne nuk do të kishim ndoshta mundësinë që ta luanim atë valle në një vend siç është edhe Shasi. Po kjo është platforma mbrojtjes trashëgimisë kulturore dhe kjo është ajo që folme përpara që s'kemi pasur fatin që të kemi fatin që ta njohim edhe ta kultivojmë trashëgimin kulturore. Edhe ajo që është shumë me rëndësi është që cili është mbrojtja trashëgimisë kulturore, sepse do ndalim pastaj në çështjen institucionale, por cila është niveli i mbrojtjes. Organizohen
koncept olimpiadash në botë me lojra tradicionale. Janë monografie, studime për lojra tradicionale, sepse njeriu kohën e lirë duhet ta luajë edhe ta kalojë dhe lojrat janë ato që mblojnë kohën e lirë që kemi. Lojrat tradicionale janë baza e asaj që quhet qytetërim edhe civilizim, sepse në qoftë se rrim, ne sot po thojmë, atë lym letra, atë lym shah, por nuk marron këto. Lojrat tradicionale janë komplet lojra që janë standardizume, dhe lojrat tradicionale janë standardizume si sportet mirëfillt të olimpiadave, sepse ne kemi gjujt edhe shtizën lojra tradicionale, ne kemi pasur edhe shigjetën lojra tradicionale, ne kemi pasur edhe hjedhjen tani të zëm, sot hjedhjet, ideja hedhjes gjyles, do të thotë, por hedhja gurit është e njëjta gjë, por edhe hedhja topuzit dikur, ka qenë siç është hedhja gjylit tani e standardizuar, por edhe hedhja peshëve. Ngritja peshëve një lloj që është kampionat ndërkombëtar, pastaj garat në ujë, garat në ambiente të mbyllura. Këto është dashur të jenë standardizuar me monografi, edhe ne domosdoshmë kemi konceptuar që spaku t'i kemi aty të shijojmë, t'i vëjmë funksion, dhe kjo është ajo që duhet ta prezantojmë dhe të mos lemi që të humbet, sidomos vallet, këngët, se pa valle, pa këngësh, ne di se si janë festivalet e janë. Edhe gjitha këto janë rikthy, edhe është vlerë e madhe që të rikthehen edhe të mbrohen, edhe këto është bën shumë punë. Në mënyrë institucionale? Këtë do të kalojmë të mënyrë institucionale, cila... Atë që s'kanë bërë institucionet, fatmirësisht e kanë bërë familjet tona. Unë e shoh në Kalat Ulqinit. Mos kishin qenë familjet e Kalat Ulqinit, familjet ulqinake, për institucione s'kishin pas asat pjesë të Kalasës. Mos kishin qenë kënajt është i zonët komplet që janë se cilit vend, as kishin pas trashëgimin, as rrobat, as teknikën e punimit, kostumeve tradicionale, për institucione që duhet të arrojnë dijen për punimin e trashëgimisë të kostumeve, nëse s'kishin pas kostume. Ishtu në shtëpiat tona. Edhe familjet tona kanë patur që s'kan po institucionet. Në mënyrë institucionale tani është kështu. Konventa ndërkombëtare e fundit e Faros, që është viti 2024 që ka përmbledh gjitha konventa ndërkombëtare, secili individ ka obligimin të mbrojë trashëgiminë kulturore. Secili individ ka drejtën me marrë iniciativen që të vi shkresa në muze, në komunë, në Ministritë të Kulturës, ju lutem shumë këtë pjesë të trashëgimisë ta mbroni. Konventa ndërkombëtare, duke qenë se zyrtarët ose mund të arrijnë të punojnë, ose nuk munden, ose ka edhe zyrtar që ndoshta edhe nuk mundet ta ketë të qartë konceptin për trashëgiminë kulturore, sepse mund të ketë edhe zyrtar që bllokon institucionin. Konventa ndërkombëtare tani kanë bërë çdo individ institucion me veti që janë jep të drejtën institucionale të nënshkrimit si vetë një barazvlefshëm me të ministrit. Kjo quhet demokratizim i trashëgimisë kulturore, edhe secili individ, nëse e bën shkresën me parimet e konventave dhe të ligjit, i gjithë sistemi institucional është i obliguar të veprojë një lloj si kur ta kite nënshkruar vetë Ministri i Kulturës. Konventën ndërkombëtare tani ja kanë pasë. Trashëgimia kulturore në botë është në rrezik. Këtë gjendje që folme ne për ne këtu, UNESCO-ja e ka identifikuar në shumë zona, edhe cila është zgjidhja me trashëgimi kulturore për paqen, edhe me trashëgimi kulturore në mbrojtje konkrete dhe aktive, atëherë secilit individ drejtën e nënshkrimit edhe vulës, për të vepru, edhe për të fitu fondin, edhe për të mobilizu. Sepse një institucion është pas se ka dështu dhe institucionet realisht kanë dështu. Fatkeqësisht. Tani, ora është 10, ne jemi në minutat e fundit, por dua të marr vetëm 2-3 minuta më shumë nga jashtë kohës së emisionit vetëm për të folur sesioni shkencor që do të fillojë pikërisht tani në ora 10, ana Amalit nga Lashësia deri sot. Personalisht, Gazmend, çfarë pret që në fund të dalë dhe le të themi të ketë një krye fjalë të këtij sesioni? Çfarë pret në fund ti? Ky sesion realisht ndihmon shumë në sjelljen e informacioneve të reja, sjelljen e informatave të reja. Është një sesion i nivelit, do të thotë kështu, akademik që duhet të ketë, do të thotë një sjellje të
informacioneve në aspektin e fushave që trajton. Dhe ajo që forme të ashti që thash si institucionet kanë dështu, si duhet të implementohen të gjitha ato informacione dhe të gjitha ato nevoja që duhet jenë sesion. Të është implementimi i tyre. Rekomendimet që do t'jepen për trashëgimi kulturor. Cilat do t'jetë është realisht dera që duhet gërsitur për t'i kry këto, por dera duhet ketë edhe njeriu në kuadrin. Kush janë të ato 20 kuadra edhe 20 profile që mund të mbartin këtë barë për të implementu. Sepse kuadrot është institucioni është kuadri. Dhe atë që thashën që institucionet kanë dështu, këto është problemi. Hajë si mund të implementojnë. Kjo është ajo që është shqetësimi i madh pastaj. Unë kur jam me kolegë ministrisë lokal, regional, ndërkombëtar, do thotë ta kupton, pavarësisht se sikur të mos ishte asistencë ndërkombëtare do ishim shumë më keq. Pa asistencë ndërkombëtare do kishim qenë shumë më keq. Por kur flasim me kolegë të ashtë niveleve regionale apo qendrore apo lokale, edhe unë në tavolinë dhe kena takime, dhe ajo që është diskutimi jem ose kjo perspektiva diskutimit tem është shumë mirë edhe është nësi e madhe komplet do të thotë se sa bukur i njohim çështjet edhe i dim çështjet. Po hajtë shkom të është se cili të zyra të vendi punëston. Janë, ato thët jenë atë shumë keq. Pasi ishte mutur që në diskutim me shkelqej, ma praktika nuk është. Praktikën e kemi keq. Po. Këtu të është drama madhe. Sesioni do të ketë prumjet, do të ketë risi, po problemi është si ta implementojmë. Pikërisht edhe tema jame është si thush me këtë fakt. Falenderoj që gjete kohen, që ishe sot me ne. Më vjen keq që nuk kemi më shumë minuta në dispozicion, por besoj se do të kemi raste të tjera për të folur edhe më gjërësisht për gjitha këto, sepse Ulqini ka shumë çka për të folur, edhe ka shumë gjëra të cilat ne duhet punojmë edhe t'i ruajmë, edhe t'i trashëgojmë. Faleminderit Gazmend, ishte kënaqësi. Faleminderit.